miq, ditën e sotme Maqedonia e Veriut shkon në raundin e dytë, pra në balotazh për zgjedhjet lokale. Fokusi tek pala shqiptare do të jetë më shumë tek 3 komuna, Tetova, Kërçova, por edhe Struga. Për të parë më shumë se çfarë po ndodh me procesin, si kanë vajtur palët deri në balotazh, do të flasim me zotin Arben Valla. Zoti Valla, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Çfarë kanë bërë palët këto ditë për ditën e balotazhit sot? A kemi pasur aleanca të reja? Si a ka pasur rigrupime dhe si e prisni ditën e sotme pra të zgjedhjeve në këto 3 komuna kryesore, por edhe të tjera që ju mund të evidentoni më mirë? Fatkeqësisht është që këto zgjedhje lokale apo vendore është që kaluan vijën e kuqe ku duhet ishin zgjedhje për zgjedhës kryetar komunave dhe këshillat për punimin e sa më mirë të jetë qytetet me ujë, me rrugë të asfaltuara, me zhvillim, pasërti qyteti, pra jetë urbane, jetë qytete, dhe jo zgjedhje me presione shtetërore, zgjedhje sikur janë zgjedhje për në kuvendin e Republikës Maqedonisë Veriut. Ajo që bie në sy është që pushteti qeveritar komplet nga kryeministri, ministrat, kryetari i kuvendit janë parë duke bërë një fushat të egër, të themi në atë fjalorin e tyre, duke treguar forcën shtetërore si në Strugë, si në Bërvenic, si në Kërçovë, edhe në Tetovë, kur themi. Pra e ke të nkaluar atë, për fatin e keq, këto nuk duhet ishin zgjedhje me ngjyrime të tilla ndarse të thella si etnike, po si edhe politike, por duhet kishim zgjedhje për zhvillimin e qyteteve, ashtu siç ndodh kudo në botë që zgjedhet kryetari i bashkisë, shërbëtor të themi, apo menaxhues i mirë i për zhvillimin e qytetit. Ju tha që te kalua vija e kuqe, po fatmirësisht deri tani nuk kemi pas incidente këto ditë. Nuk flasim për incidente me dhuna apo me këto, po flasim me presionet shtetërore, me polici, me makina policie, me ndalesa, siç e keni parë zotit Zjadin Sela, makinën e dim, formën e shtetit se si funksionon në kontrolle presioni dhe në kontrolle normale të rastishme. Ajo që bie në sy është që kandidati i Vlenit për kryetarin e komunës së Bërvenicës, një komunë rreth 4 kilometra nga qyteti i Tetovës, një fshat si themi i madh, të lihet anash kandidati i Vlenit të hiqet dorë nga përkraja e atij, edhe ai ndodhet i vetëm përballë presioneve të mëdha, por ajo që ra në sy është që Aki, domethënë kandidati i Aki, domethënë Enver Paleziti i dha mbështetje, po dhe gjithë qytetarët shqiptar kur e pan që kjo nuk është më një garë lokale, po një garë ka kaluar në etni, dhe kjo për fatkeqësi ndaj fjalimeve të kryeministrit dhe të ministrave apo kryetarit parlamentit që është shqiptar Gashi në këtë drejtim. Dhe në Kërçovë po ashtu kemi ngjyra të tjera ku sot kryeministri Mickovci apo dje ka qenë atje dhe ka ulur pak tone duke thënë që kandidati do jetë i përbashkët, qoftë i Maqedonëve që këtë, por dëmin e bëri. Pra nuk mundet ne ndryshe të flanim për Bërvenicën, ndryshe për Strugën dhe ndryshe për Kërçovën. Ajo që shoh unë kemi për plaset mëdha si në Strugë, si në Tetovë, si në Kërçovë, po dhe qoftë në Bogovinë, fshatrat, apo qoftë edhe në Bërvenicë. Gjë që Vleni ka marrë gjoja përpara, sikur kanë shumicën e votëve kundër një personi, Ali Ahmetit, bëhet vdekja klinike e Ali Ahmetit si lideri i BDI-s apo si një udhëheqës apo politikan që ka arritur diçka të bëjë për shqiptarët këto 20 vite. Kjo është për fatin e keq që nuk është një garë më politike, po një garë egërsie, për mendimin tim. Kërçovën që ju e preket pak më lart, rrezikon realisht të ndryshojë duar të qeverisjes? E kam thënë dhe që ku ka filluar fushata para 2-3 javësh. Për mua këto nuk duhet të ishin zgjedhje të tilla, pra pak rëndësi ka. Rëndësi ka të jetë një njerëz që menaxhon qytetin sa më mirë, qoftë Maqedona, qoftë shqiptar, qoftë turk apo qoftë etnive tjera. Apo serba, si janë, këtu është një shtet multietnik ku ne duhet të pajtohemi që duhet jetojmë të gjithë bashkë të barabartë. Në Kërçovë, nëse shqiptarët humbin gjithmonë çdo bashki, qoftë dhe Bërvenicën, qoftë dhe Strugën, qoftë dhe Kërçovën, fal tradhtive. Pra, nëse ta quajmë tradhti, nëse një pjesë e shqiptarëve për interesat e tyre të ngushta duan që këtë komunë t'ia japin një Maqedoni që e ka pas deri në 2009 në kryetari i bashkisë Kërçovës ka qenë Maqedonas, nuk ka qenë shqiptar, domethënë asnjë s'ka qenë. Mas 2009-s kemi kryetar bashkie shqiptar. Pra nuk është një tragjedi apo tragjike nga ana ime që e shoh, por duke parë deklaratat të tilla të kryeministrit apo
dhe të drejtuesve të Vlenit që kjo kështu janë mobilizuar shqiptarët vinë nga jashtë, nga migracioni, gjithmonë kanë ardhur të shkretër, domethënë peshën e madhe e marr gjithmonë emigracioni shqiptar nga Maqedonia që duhet falenderuar, që sakrifikojnë me lekët e tyre, duke lënë punën e tyre, duke ardhur këtu dhe duke dhënë mbështetjen pasi interes, vetëm sepse quhen shqiptar. Unë besoj që përsëri do ta fitoj Fatmir Dari, pakën si ka është një kryetar bashkie i mirë apo i keq. Tani fjalën e ka bërë që kryeministri të bëjnë ndasi etnike. Kjo nuk është e mirë. Nëse nuk do kishin një fushar ndasi etnike, mund ta fitonte edhe Maqedoni, gjë që nuk është tragjike për anën time, ku dhe bashkëshortja e tij është shqiptare. Tetova është kërciza, sikur ne kemi përmendur edhe në bisedat e kaluara. Në këtë rast fokusi ka qenë i madh edhe nga dy kampet. Ka shpresë reale që BDI-ja ta përmbys këtu? Para 4 vitesh, zoti Bilal Kasami e fitovi bashkinë e Tetovës, fal ndihmës së BDI-s, një pjesë 1/3 e BDI-s për inatet njëri tjetrit, ja dhanë këtij dhe e fitovi po ashtu dhe mbështetja e Aleancës për Shqiptarët, pra nuk ta fitonte asnjëherë. Tash ai është bërë lojtar, tani ka dhe votat rreth 5.000-6.000 votat maqedonëve, pra nëse ne do themi Vleni përballë Akit, e fiton Aki. Po nëse themi që 5.000-6.000 votat e Maqedonit që i gëzon Bilal Kasami fal koalicionit qeveritar dhe fal atyre gjërat që nuk është ndonjë lojtar në krahasim me BDI, Maqedonit do mbështesin zotin Bilal Kasami dhe ai në bazë të matematikës e fiton ai. Për mua do jetë tragjike që edhe një herë të zgjedhet Bilal Kasami, kjo sepse nuk ka bërë ndonjë zhvillim, ka gënjur, ka sakatuar arsimin shqip, gjithë janë dëshmitar, ka shitur monopolin aty ku janë kryer masakra ndaj shqiptarëve në vitin 45-46 e tjerë, ka bërë shitje jo normale me çmime jo normale dhe reale për përfitimin e tij, po këto gjëra nuk më takonin mua, duhet i takonin BDI që të kishte bërë denoncime jo publike, por denoncime në prokurori që të vazhdojnë. Por këtu nuk funksionon drejtësia, e kam thënë edhe të tjerë, këtu nuk funksionon drejtësia në moment që një shqiptar kapet madh, në fillim i afrohet një bashkëpunim me policinë dhe zbulim kundër zbulimin. Maqedonas pasi bën një marrëveshje të tillë, ai është amnistuar dhe kthehet në një vasal kundër kombit shqiptar. Këtë nuk e them, nuk kemi fakte me rjetra fakte, kur janë vjedhur biznesmenët shqiptar nga Tirana, siç e kam thënë, dhe ata që kanë vjedhur ata shqiptar janë kthyer në bashkëpunëtor shtetit. Ky shtet kështu funksionon. Ai që reziston e përbuz të bashkëpunim, edhe vazhdon jetën e tij me sakrifica, me racizëm, me ashtu që jam dhe unë 24 vite tu pa leje qëndrimi, pa shtetësi, pa drejt punët punoj këtu, po merrem me punët që merrem në Shqipëri. Ju ka prekur kjo fushat juve? Po në bazë të medjave Maqedonës që shkruajnë dhe merren vetëm me mua, kjo tregon që ato më kanë në fokus me racizëm apo me gjuhën e tyre të urrëties, pse unë jap opinionet e mia, pse bëjnë mbështetje për X individ apo X atë. Unë realisht them dhe mbroj të vërtetën, dhe hajtë japim gurët si është e vërteta, e dua të vërtetën, dhe kjo është e vërteta që them unë, sepse nuk është e vërteta atyre opinionistëve që flasin si Masoreksin në Tiranë apo këtu, për interesat që unë s'kam as interes në Republikën e Maqedonisë Veriut. Të hollat dhe rrogat i marr nga Shqipëria dhe i prish këtu, pra nëse do themi nga një biznes privat familjar. Pra nuk kam interes këtu se do bëhem dikushi, për arsye të thash lejen qëndrimin se kam, shtetësinë se kam atëre, çka pretendoj? Prandaj them që kanë qenë në fokus, nuk është hera parë, që kur kam mbritur në 2004, 3 muaj sa kisha mbritur, kanë më shkruar mediat e Maqedonisë që duhet më përzëm, sepse jam i tillë, jam i atill, pra akoma këto janë në sëmundje, domethënë në shekullin 21 ku ne themi lëvizjen e lirë qytetarëve, lëvizjen e lirë pagujtatim taksat gjitha, por këtu nuk jemi për të folur për mua rreth personalitetit tim, por rreth zgjedhjeve. Zoti Valla, pavarësisht votës popullore që mori BDI-ja në këto zgjedhje, nëse nuk fiton Tetovën, se pasi Çajiri iku si 2 epiqendrat, a mendoni që pas duhet të ketë një analizë thellë, ndoshta edhe tek mënyra se si Ali Ahmeti u dha aleatëve të tij, atyre që afroi edhe së fundmi, postet pra kandidatët për komunat, mendoni që është gabuar te kjo pjesë? Gabimin e bëri zoti Ali Ahmeti para 3 vitesh apo para 2 vitesh, ku partin komplet strukturët ja afrovi apo ja besoi disa çunakëve 25 vjeçar, 30 vjeçar, pa asnjë eksperiencë në poste publike apo në postet politikës, duke i parë kështu hajt fjalën këtyre vetrive dhe duke spostuar të gjithë gjeneratën e vjetër atë që mund të themi që 20 vite kanë mbajtur peshën apo betonin e BDI-s, ku janë themelues BDI-s. Ky është ajo dëmi që i kanë bërë këtë çunakët e rinj, po them që nga sekretari i përgjithshëm Faton Ahmeti, i cili mante prej 3 vitesh 3 poste, duke qenë kryetar dege
i Tetovës, duke qenë sekretari i përgjithshëm i partisë dhe shef shtabi i zgjedhjeve. Dhe 3 herë ka humbur zgjedhjet dhe nuk ka asnjë ndryshim. Nëse zoti Aliameti ka vendosur të vetë pensionohet, mas të hënës mund të pensionohet lirisht, por nëse kërkon që ai të vazhdojë rrugën e tij politike, duhet që të bëjë një analizë të thellë të vetë partisë të tij, vetë partisë e përsërisë, analizë thellë ku të shikoj sa herë janë bërë takimet me strukturat e partisë, si janë zgjedhur kandidatët e komunave, flasin nga BDI-ja, jo nga aleatët, si janë zgjedhur listat e këshilltarëve, jo nga aleatët, po thash dhe herë prapë nga BDI-ja, që janë zgjedhur në tavolinë duke pi kafe me njëri tjetrin, duke mos qenë askush antar i BDI-s, duke mos qenë askush aktivist, po thjesht shtoku i sekretarit të partisë, shtoku i kryetarit Degës, kushëria e tij. Dhe kjo ka krijuar edhe indinjat ku raundin e parë shumë njerëz mund të mira vota të BDI-s kanë qenë indiferentë, nuk kanë dalur që të votojnë për këto arsye. Pra partia ju dorëzua 5-6 vetave të tjerë që mendimin tim e shkatëruan. Por i takon zotit Aliametit dhe strukturave të BDI-s që të bëjnë një analizë shumë të thellë çfarë ka ndodhur dhe nëse do reflektojnë, nëse nuk do reflektojnë, por do vazhdojnë kështu të jenë në gjumë dhe në vetë kënaqësi dhe duke u vetë kënaqur para pasqyrës të çunakët e rinj, atëherë kemi për 6 muaj shkatrimin e plot BDI-s, ku një pjesë e madhe e BDI-s do të shkojë tek lëvizja demokratike e Izet Mexhitit si ish pjesë e BDI-s dhe janë shtokët e tyre, dhe një pjesë e vogël mund t'i bashkangjitet lëvizjes BES apo në një parti tjetër të vogël që mund zgjerohet. Ky është parashikimi im nëse nuk ka analizë të thellë dhe reagim të thellë të vetë zotit Aliameti, se duhet dim që BDI-ja lidhet mas liderit apo partitë këtu lidhen mas liderit ashtu si në Shqipëri që Aliameti është kryetari i BDI-s, Aliameti është BDI-ja, po harrojnë që Aliameti ka kaluar një moshë mbi 64 vjeç mund të jetë, mosha bën vetën, lodhjet bën vetën, ka bërë sa mundet, por e thash dherë, duhet bërë analiza ke vetë këta çunakët e rinj që vetë kënaqeshin dhe shikoheshin pasqyrë dhe jepim rregull tash. Zoti Ralla, ju folët për një skenar të lëvizjes së antarëve, po realisht, a ka shanse që ndonjë prej aleatëve të Aliametit sot nesër, pra ditën e hënë tutje, të jetë edhe pjesë e qeverisë? Nuk përshtohet mundësia që ndonjë aleat pa marrë parasysh kush është që mund të shkëputet, sepse aleancat bëhen para zgjedhjeve dhe mbas zgjedhore rishikohen, mushkë nuk është tragjike, nuk e ka fajin dhe herë. As zoti Zjati Sela, as Arben Taravaj, domethënë si aleancë nuk e kanë fajin këta, pa është e vek BDI-ja, sepse BDI-ja ka humbur në shtabin e tyre, në kërfisën e tyre, pra në Çajir dhe në Tetov. Tu nuk ka pasur baza të forta aleanca për shqiptarët. Aleanca për shqiptarët ka në Strug, ka në disa komuna rurale, ka dhe në Gostivar. Pra faji nuk është i aleatëve, aleatët janë të ligjë shkojnë ku të duan, ose mund të qëndrojnë bashkë unik, por është e gjithë gabimi është ke funksionimi i BDI-s jo pasume zgjedhje, po pasi mbeti parti opozitare edhe pse fitoi shumicën e shqiptarëve. Pra duhet shikuar gabimi jo ke aleatë, po ke vetvetja. Nuk duhet akuzojmë askënd tjetër, Aliameti duhet akuzojë dhe BDI-ja vetvetën rreth parë, duhet akuzojë ato çunakët e rinj që kishin nga 2-3 poste dhe nuk mbanin dot as si post, nuk janë të dot pra si post. Unë kam bërë krahasim edhe këtu si shton krahasimi, kemi figurën dhe tragjiko-komike të Lulbashkës. Zoti Ralla, si përfundim fituesi i madh i këtyre zgjedhjeve, pa talente pra deri në daljen e rezultateve të këtij balotazhi të ditës së sotme, mund të themi që është Mickovski, kryeministri pra i Maqedonisë së Veriut, për rezultatin jo vetëm që ka arritur tek maqedonasit, por edhe faktin që i bëri çorap edhe pjesën tonë. Fitues realisht të zgjedhjeve nuk është askush, të gjithë kanë humbur, rreth parë kanë humbur qytetarët e këtij shteti, sepse edhe VMRO-ja ka humbur mbi 140.000 vota apo 160.000 vota krahasim para 2 vitesh apo para 1 vit e gjys që u mbajtën zgjedhjet. Pra siç thash nuk ka fitues, ka humbës. Suksesi i Mickovsit është që nënçmovi shqiptarët, nënshtrovi shqiptarët, i përçavi shqiptarët, u tregoi maqedonasve se unë i treq përveshi këta që ka marrë në qeveri, domethënë vasalët e Vlenit, i nënçmovi, ja u merrte mikrofonin gjatë konferencave të shtypit, siç ka ndodhur 2-3 herë me zotin Billak Kasami mes Tetovës, pra i ka nënçmuar, por fitues për mua nuk ka. Nuk duhet shikojmë që ka fitues kjo palë dhe humbi kjo palë. Humbës janë qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut. A do të vazhdojë Maqedonia e Veriut të mbetet në klasë duke mos hap bisedimet për antarësimin BE? Kjo është pyetja më e madhe. A do të vazhdojë zoti Mickovsi të rritë kështu duke ignoruar këshillat e Bashkimit Evropian për hapjen e kushtetutës për bisedimet me zgjidhjen e problemeve që ka me Bullgarinë dhe me vende të tjera për shembull? Kjo është.
sepse Maqedonia është e krypur në borxhe të mëdha dhe është një shtet asistent me ndim social që marrë dhe borxhe. Pra nuk ka fitues edhe një herë. Ka vetëm humbës. Të gjithë kanë humbur. I vetmi fitues mund të jetë personali i Mickovsit për ndarjen etnike që kanë nënshmuar dhe nënshtruar drejtuesit e Blenit. Zoti Valla, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit dhe juve.